Ndërmjet e 2011-s dhe 2023-shit, popullsia në qarkun e Kukësit ka pësuar rënje me 2.6% të popullsisë. Popullsia rurale ka pësuar rënje më të fortë në zonën e Verilindjes. Në bashkinë e Kukësit, sipas censit, popullsia rurale u tkurr me 34.5% ndërmjet të 2013-s dhe 2023-shit. Në fshatat në vitin 2011 u numëruan rreth 54.000 banor, ndërsa në vitin 2023 ishin rreth 35.000 banor ose 34.5% më pak. Njësitë administrative të Bushtricës, Kalisit dhe Arrit pësuan tkurrit të popullsisë mbi 60%. Sipas të dhënave zyrtare, këto njësi administrative në vitin 2012 kishin nivelin më të lartë të varfërisë në vend. Tkurrja ishte më e butë në njësitë administrative shtiqe me 11%, Korç me 15%, Margegaj me 18%. Ashtu si edhe në qarqet e tjera, fshatrat më afër qendrave urbane kanë tkurrje më të ulët të popullsisë në krahasim me ato të thellat. Qarku i Kukësit përjetoi valin e madh të emigracionit në dekadën e fundit, kryesisht drejt Britanisë së Madhe, Gjermanisë dhe Francës. Popullsia e qarkut është kryesisht rurale dhe në zona me akses të pakët në infrastrukturë.